Të nderuar miq të Veriu Sport, sapo është mbyllur supersfida Vllaznia Egnatia, ekipi Rrok Vozhginës fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu im i nderuar i rrëtëshës Kristof Thoma, që e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant mund të themi. Rezultat i drejtë sipas juaj. Kasper, përshëndetje, një radhë parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e lojës i drejtë është, pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme. Kjo ishte vazhd e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar edhe një ngërç psikologjik, edhe lodhje fizike, pam dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Fouri, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë. Po ndiqim ndeshjen prej sa afërmi se bashkë me kolegin tuaj dhe tonin Sabina Meta, dhe në bisedë sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1, kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta. Po, ideja ishte vinte vetvetiu, sepse në atë moment të barazimit Vllaznia, përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin, po themi, sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznia si duhej barazimin, me spostim forcash, me element sulmues duke shkuar përpara, dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Egnatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tylle, i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznisë, por më pas situatat ishin ato që ishin. Në farë mënyrë edhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznisë këtë ndeshje, ishte pjesa më e e Gurisës, pastaj edhe mbyllja mund të themi rënd me ambulancë e Kurës. Ishte pjesa më e dhimbshme që ne edhe në ndeshjen ndërkombëtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miq dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezonit, shërim të shpejt Gurishtës, i cili ka një dëmtim në hund, dhe shërim të shpejt edhe Kuros, i cili pati këto probleme, patjetër që janë situata që nuk do duam të shohim. Kështu si e parashikonte, me nesër sfida tjetër, tani është Elbasani Dinamo, dhe ke shikon me të avantazhuar? Më të avantazhuar shikoj Egnatia tani, sepse ka patjetër, ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka edhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po i merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta meritë pak të ulët, kur ajo e rrit ritmin, ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve, siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë. Ishim me Kristof Thoma, kolegun tonë të nderuar, dhe rrotëshës ai që transmetoi në valët e kanalit të parë të rrotëshës supersfidën Vllaznia Egnatia. Faleminderit Kristof. Faleminderit, punë të mbar. Gjithmonë i gatshëm për të dhënë ndihmë për kanalin tonë. Faleminderit për ju dhe për gjithë Shkodrën.